Përshëndetje, minutazh në radhë, se të vinë, përshëndetje. Përshëndetje Gjergji. E bëm çik si serial, po? Jo, pse? Telenovela ka vënë vet, minutazhi ka vënë vet, podcastet vetin. Sot është kënaqësi e veçantë sepse jemi me Rezart Dabullën. Davi. Përshëndetje. Davi, ne jemi këtu në Hotel Letër, administratori është vini i hotelit. E ka ndërtuar me duart e tij gjithë gjë që shef këtu. Dhe ky rroftopi është i bukur, pa me bukur. Shumë e bukur, kënaqësi që jemi në këtë ambient të këndshëm. Kënaqësi e gjithë jonë podcast. Biznesi si ka ecë? Se Biznesi njerëzit nuk e dinë. Biznesi ecën mirë. Që akoma kanë një perceptim nga njerëzit që të merresh vetëm me hallet e Tiranës. Se deri në hallet e Tiranës, edhe njerëzit mendojnë që ti paguash për hallet e Tiranës. Dërgoj që ke një biznes apo ja? Kam një biznes, ka bë shumë, domethënë, mbi që kur kam në sportin jam kam filluar të merrem me këtë punë, po. Dhe besoj deri diku për familje, i shërben familjeve. I shërben familje, po është biznes me Tutokaza. Është biznes për të plotësuar nevojat familjare me kuzhinë, me aksesorë ndryshëm, elektrike, brendëzbukurime me. Në familje keni pas 100 tregtarë lusha apo jo? Nuk ka lidhje. Vazhdon. Në vitet kur Davi ka luajtur futboll, vitet 2000, ka qenë një ikonë për kohën vino. Nuk ka qenë, nuk ka qenë kjo periudha e artë e real estate-it. Jo s'ka qenë, por lojtarët nuk ishin shumë fokusuar. Edhe njerëzit atë nuk investonin shumë real estate. Është e vërtet? Po e vërtet, edhe fjalë me zhvillimin që ka pas vendi, edhe tonin zhvillimin. Vizioni ka shumë rëndësi. Pa diskutim, vizioni. Gjithë ne jemi bërë pishmanj që s'kemi investuar më tepër në real estate në ato vite. E vërtet është. Po dhe mundësit nuk i kemi padur ndoshta, po. Jo, kanë marrë para shumë. Merrnin 40-50 milion në vit, $50,000 në vit. Ne kemi pas edhe Elsa Edin që ai në ato kohë, nëse personalizoni po në mas njerëzit aq pak sa kishin. Të marrësh në 2001-2002 rreth 150,000 deri në $200,000 në vit. Shumë lekë po. Shumë lekë. Në ato kohë me atë vlerë që ka pas dollari atëherë shumë kohë. Nuk jo se i ka marrë unë personalisht, por kemi pasur ne lojtar brenda gjirit ton që janë paguar në ato shifra. Ka pas edhe është shumë e vërtetë. Domethënë ato lek nuk vizioni, ideja kush e dinte që në dërmi për shkak të shkonte 4.000 euro metri katror. Se percepton njëri. Apartamentet dhe shtëpiat ishin dhe vetëm fut kokën, nuk kuptim. Vetëm kaq, nuk e shifshim. Po, plotësimin e plotësuar nevoja. Qiratë ishin tulta. Njerëzit nuk ishin shumë i qira. Qiratë kanë qenë tulta dhe çmimet e real estate kanë qenë tulta. Elsa Edi në ato kohë kur në fund kur filloi s'kishte mundësi nuk kishte likuiditet, nuk kishte cash. Filloi clearingu me dhe një pjesa më e madhe e lojtarëve të Tiranës ka marrë shtëpia ose apartamente tek ai ose ambiente tjera për shërbim. Po ti mos gaboj atë investove te pallat blok që ka bë Jati Devi, nuk ka sa. Edhe unë si gjithë shokët e mi e kapa një shtëpi. Kapa një shtëpi te Saidi. E kapa një te Saidi. Po. Dikur e shaka tani jo, se kam shak ku kanë qenë një nga presidentët, më thonë që ka qenë tek pagesat ka qenë dy kanë qenë në ato vitet në fillimet e vitit 2000. Myftar Qela i Vllaznis, që nuk jeton më, dhe Elsa Edi ishte. Hashim një tjetër për pagesat kush paguante më shumë, kush merrte lojtarët më të mirë, kush do të dilte kampion. Në një ekip futboll janë 22 lojtarë. 22 lojtarë me karaktere të ndryshme, me ide të ndryshme, me problematika të ndryshme, me ndjesi emocionale të ndryshme, dhe ai që është trajner i mirë, që është psikolog i mirë, di ti marrë më të mirën secili lojtar. Se njëri për shembull do që të bërtasësh. Tjetër do që ta lavdërosh. Tjetër do që ta fërkosh. Keni ne trajner të trajnuar që të bëjnë këtë gjë? Jo. Trajner shqiptar. Nuk kemi. S'vjen me trajnim. Është edhe me nohatje ajo punë, kupton? Do të shkuar në një tjetër nivel. Gjithë ideja është që ti ti marrësh këtij grupi lojtarëve që ke në tërësi, ti marrësh më të mirën. Si mund t'ja marrësh më të mirën? Duke Shtrëmbër dhe do flasim drejt. Po unë gjithmonë kam dhënë Shtrëmbër dhe kam folur drejt. Stafi në hotelit. Stafi i hotelit. Ka trajnime. Ai që është i mirë ama. Ai që është kavaleri, ai që është ambiciozë do thoshte. E ke shumë gabim. Trajnerët, se më ngatroj fjalën trajnerët gjithë me radhë. Unë kam pas trajner një nga ta kanë qenë të pamenaxhueshëm. Mua më liverdiste, se më jepshin lajme për ditë. Po ta ishte shumë vështirë burr. Suflitesh me gojë për leje tani këtu. Ne, yjet, gjonat, ti atje, shko atje, duhan sy trajnerit. Leje tani, që keni qenë pamenaxhueshëm keni qenë.
Ne kemi pas një nga trajnerët që unë e maj si idhull edhe si burr i mirë, edhe si ish lojtar i mirë, edhe pjesë e Tiranës lavdishme që ka qenë Fatmir Frashëri. Ka qenë zotni burr. Ke pas ti respekt për atë. Gjithë ekipi. Okej. Gjithë ekipi sepse ai ishte të impononte respekt. Nuk të jo, absolutisht. Sufite çipin ai ndarkë, ai ke shku. Kemi pasur Divatën, e ka nxjerrur Divatën nga formacioni Fatmir, ta dish. Patrice Evra thotë që kur vajta te Juventusin vishin çat çipa, edhe ndarkën më thonë çfarë. Nuk e di E dëgjova se i ka thënë Saidi ta nxjerrë, e deri tani. Jo, Patrice Evra thoshte kur vajta te Juventusi për ta lidhur me këtë. Isha te Manchester United thoshte hajsha hamburger, ai gjona gjitha. Shkova te Juve mu çat çipa, edhe kur hajsha unë apo te çipi atje çaha. Këta nuk kishin brezi çipit vëlla. Ne nuk ishim brezi çipit, po kishim mund ta dinim të menaxhon, e dinim cilësitë që kishim dhe dinim të menaxhonin dhe vetveten. Edhe presionin e klubit, se në fundit ndeshja duhet fituar, duhet dalësh kampion. Ti bëj çfarë duash brenda gjirit tënd. Me trajnerin, me stafin, me lojtarët. Puna është rezultati si është. Dhe kur rezultati ka qenë i mirë, dilje kampion, mund e quaj si formulë të suksesshme. Është dhe ajo formula tjetër që thua ti. Është ajo formula tjetër që thua ti që po ekziston nga krau tjetër. Edhe ajo është ndodh që tjetë sukses. Ndodh dhe është e suksesshme, por edhe kjo jona ka qenë e suksesshme. Dhe për fat pyet njerëzit, kë Tiranën mbajnë mend? Mbajnë atë Tiranën përpara mend apo mbajnë këtë Tiranën moderne që thotë ky me shik, me fjalë, me kollare. Rezultati që mbyt këtë të parë. Normalisht. Është çdo gjë për mua matëm rezultat, si puna e trajnerit, si puna e lojtarit. Rezultati është mbreti në fund që të vendos se kush është ai atje në maj. Dhe për fat mirë Tirana për vite të tëra në brezin që kam mbytur unë flas një 10-12 vjeçar, domethënë ka qenë periudha që Tirana ka fituar më tepër trofe se të gjithë brezat e tjerë. Më e mirë se viteve 80, ka qenë ajo Tirana që ka fituar më tepër trofe. Nuk po flas për cilësinë dhe për mbase për njerëzit që ka qenë stadium, por për fitimin e trofeve është Tirana më e suksesshme e gjithë historisë. Davo, erdhe 98-ën. Ishe 17 vjeç? 18 vjeç. 18 vjeç kur erdhe në Tiranë. Me Lushin kishte lyt? Me Lushin kisha një vit e gjys që isha aktivizuar se nëse mbani mend Lushin ka qenë famshëm atëherë me Kempesin, me Po, Lushin me ata? Jo, nuk kam qenë ketrit në atë, por ndodhi në 97-a, u prish futbolli edhe pastaj gjysma e kampionatit u bë me grumbullim ekipesh, i bëshin ndeshjet në Durrës edhe u bën disa ekipe bashkë dhe i zhvillonin bashkë ndeshjet. Edhe nga që kishin ikur këtë lojtarë me famë që kishte marrë Xhaferi në ato kohë, u plotësua me lojtar 3. Do të thonë kanë luajtur atë gjys, do të thonë 6 muaj tek Lushnja, luajta viti tjetër pastaj të plot, do të thonë flasim që 16 vjeç, 16 që gjys 17, kupton? Luajta edhe një vit tjetër po tek Lushnja, vitin pasardhë dhe 98-ën. Si ndodhi? 98-ën erdha në Tiranë. Ka ndodhur. Davi ka pasur gjithë ditën e parë që ka shkel në stadium, se ne ishim tifozë atëherë, diskutuam që kemi në Rubinin te podcasti kalon. Që ditën e parë që ka ardhur në stadium, pati një dashuri me shikim të parë. Mes ti, Tiranës, tifozëve, jap stami, thonë, jap sa ka qenë lojtar hollandez shumë i famshëm për kohën, që ndërmjet. Unë e quaj, për shembull, ka ardhur Aron Miloti në Tiranë, lojtar shumë i mirë Miloti. Sulmues nga Shkodra, nuk. E ke pasur okej, nuk ngjiti. Nuk ngjiste, më kisha rastin ku vinte dhe nuk ngjiste. Devi herën e parë s'ka ngjite, erdhi herën e dytë pastaj. Jo, ka gjitë herën e parë dhe me mua me ardh bashkë atë vit. Po ky ngjiti që më të parë. Ta ka Lushja. Ne kemi shoqë. Kemi shoqë. Është vërtet. Jo, po shikoj. Historia ime është e bukur se mua për shembull tash gjithë kur je sportist i ri, mosha e re, Tirana është emri i madh. Është më i madh, emri më i madh Shqipëri për futbollin. Mu ka ardhur dhe më ka marrë në shtëpi pa më njohur, pa e takuar kurrë, trajneri i Tiranës atij viti që ishte Ramadan Shehu. Ajo shpreha që kush po të du të kap do të vitë te shtëpia. Më ka ardhur në shtëpi pa më njohur, kishte pyetur ku kam shtëpinë, më erdhi në shtëpi, gjeti në shtëpinë, unë gjeti në shtëpi, u prezantua. Nuk pyeta për lekët fare, sa lekë është, as lekë fare është, ai më tha filan datë tani fillojmë stëvitin kavaleshencë në Durrës, sa. Sfidë një. Hajde, jo, pa gjumë. Hajde tha paraqitu dhe fillojmë stëvitin. Rama nuk deti shumë atë. Deti 2 muaj, 3 muaj, se
pati atë rokadën klub që nga Metu Seferi erdhi Lut Nuri. Po, dolëm kampion në 99. Dolëm kampion në 99 dhe Kjo është konga, si Po flasim për 98-ën, 98-99 sezon. Është edhe kënga. Me modhin Lutfinori. Do dalë ke muhabeti lekëve. Do të s'kisha pyet lekët, po kur erdhi Luti, erdhën lekët. Ishin lekët, Ka qenë më shumë se 500. nuk pyesej për lekët, kupton fare, shpenzoheshin shumë dhe në ato kohë se Luti Është na shkoi dora bab deri këtu tash. Dashamiri si madh tek ajo punë, dhe nuk e kemi në fund nuk e di se sa mund kemi fituar. 18 vjeç flas. Po, imagjino tash një 18 vjeçar, vjen në Tiranë, në një qytet të madh, pa njoh njeri, luar me ekipin më të mirë në Shqipëri. Paguhet për punën që ditë bëjmë më mirë. Jeta natës të pret. Jo, është një plotësim i gjithave gjërave në një moshë shumë të re. E vërtet, edhe kampion. Edhe kampion. Atë vit dolëm kampion, fituam dhe Kupën e Republikës. Do të thënë, nuk i ka ndodhur Tiranës më. Ajo është hera e fundit, Tirana ka fituar kupë dhe kampionat bashkë. E vërtet. Do të thënë u bëj 98-ën, po shkojmë 2028-ën, sa i bie 30 vjet. Tyra mjofu në vit. Kështu që Tirana si fiton, nuk i fiton të dyja. Do të thënë shumë sa do të thënë që është qeveria në pushtet. Ka qenë geni i klubit i tillë që ti si ta lidhe me dashurinë që më theti më vërtet më gjitha. Gjitha se në mënyrë e lojës time, me forcë, me domethënë egër, karakter, shkonte për shtat. Më shkonte për shtat dhe atyre edhe mua. Domethënë u dashurum me shikim të parë dhe shikoj Zotit them që nuk kam për keq. Mund të bëja më mirë sigurisht, por them në përgjithësi po të marrësh një domethënë ta shohësh gjithë karrierën time tek Tirana, them se kam bërë shumë mirë biles më shumë se sa disa legjenda që mund t'i quaj klubi. Domethënë un kam 19 trofe, kam 19 trofe. Kam 6 kampionate, kam 6 kupa Superkupa do t'i llogarisësh 6 kupa republike dhe edhe 7 superkupa. Superkupa do llogarisësh superkupat. Pse mos llogarisë trofeën ato? Këta vinon në vitet 2000, se ti atëherë shkove ishte vini ka bërë studimet në Amerikë, edhe nga 2000 ishin 2004, 2005 ka qenë në Amerikë. Po, 2004. Sportisti është i bukur dhe kur është i shëmtuar. Sportisti është i bukur, ka fizikun, status. Jo, më ka dhe fizikun, ka qenë statusi tjetër gjë, futbolli ndiqeshëm më shumë, ishte më i prezent në jetën e përgjithshme. Cilësia që zhvillohej në fushë ishte më e mirë se sa e sotmja, domethënë. Që nuk kishte rrjete sociale. Që s'kishte rrjete sociale. Kënaqësia që i dhuronin njerëzve, them që ishte më e madhe se që dhurojmë sot, edhe po në fund ka shumë më cilësia, çfarë prodhon ti. Ata njerëzit vinë të ndjekin ty, a kënaqen me ty, a shkojnë të gëzuar në shtëpi, dhe në shumicën e rasteve tifozët tanë kanë shkuar të gëzuar në shtëpi. Aty matesh edhe suksese, domethënë edhe si ta them edhe njohja, edhe njerëzit jepin njohur duke kaluar në rrugë, domethënë pa i njohur ti. Domethënë u flas jo kur u afirmova si lojtar, po 18 vjeç, 19 vjeç, kisha një vit, 2 vite që Tirana kaluja në rrugë edhe më thrisën njerëzit që unë dija se kush ishin. Ftonin. Hajde u lutë japi kafe, si po ecën ekipi, ishin të interesuar. Sot, mbase ka ndryshuar kohët, ka humbur interesi, cilësia ka rënë, gjitha ndikojnë nga pak. Ka pas rol më të rëndësishëm atëherë Vino, sepse para ishin 3-4 gazeta që ishin për ditë në treg, dhe sido që të jetë, se edhe Kristi është pjesë e një gazetave, jo se kam qenë pjesë e gazetave, po budallëk ka kudo, në çdo lloj, domethënë industrie, po kishte një lloj filtri pra, sepse gazeta një shkrim kishte. Domethënë drejtë more ai shkrimi duhet ishte televizionet, gjitha televizionet, TV, Top Channel, këta gjitha kishin një minutazh të vogël sportiv të lajmet. Është shumë e rëndësishme që është dukur tani me kalimin e kohës. Përveç rubrikave sportive. Sporti është rëndësishëm edhe me njerëzit. Sporti është rëndësishëm edhe njerëzve. Shifshin njerëzit me gazetë, lexojshin gazetën, Tirana, Partizani, këto Teuta, Elbasani, kishte rëndësi. Çfarë pyetët të bësh David në 2001-shin, në konferencë për shtyp. Para ndeshjes. Po pasë se para. Pas ndeshjes, po tani duhet rezultati. Sa ka humbur derbi. Tirana Partizani 1-3. Kanë humbur këta në 2003-shin. Do prisë shumë për ta marrë intervistën, nuk ndodhte. Ja, është Fillon sezoni Tirana Partizani 2003-2004, bën gol Alili, pastaj bën 3 gola Partizani, bën gol Klodura. David del konferencë për shtyp. Konferencë del aty çfarë pyetje do të bësh David? Tani pjesa pyetja tani është varet nga situata, po dakor që pse humbën, po. Ne në gazetë jemi munduar gjithmonë të kapim këtë. Unë do të kisha dhënë faj 3-1.
Jo, cilët janë fajtorët e kësaj humbje. Direkt. Ajo faktikisht gjë që përmendja ju ka ndodhur e çuditshme si ndeshje ajo, që ka 1-0 për ne dhe ka qenë golat më të parë, do të thënë shënuar më Sa të shpejt. dhëneshëm 20 sekondë 20 bëni gol Lili. Bëri gol Lili, kupton, nuk e morën vesh se faktikisht e kemi humbur atë ndeshje. Po ishte ajo I kujton gol ata? Pak a shumë. Tash mund jam bërë shumë, 13 vite ke Tirana, më ngatrohen herë vitet me ndeshjet, nuk se Duro gjeti thëmbër në Akilit, edhe këta nuk janë pa thysh. Vërtet ishte Akili Kos, po kishin një thëmbër, po sa gazetari mirë kam qenë. Ndodh herë se ne të gjë, tash është me 4 faza. Edhe unë kam arritur kohën që ndeshjet në kampionat shqiptar kanë qenë me 4 faza. Ja del kampion 2004-2005 në 4 faza. Do të thënë nuk kemi pasur vetëm me 2, por kemi pas ndeshje me Partizanin edhe për kupë, edhe për kampionat, Si me 2 faza, si me ka. Te katra Tash dorëzohesh. unë këto humbjet me Partizanin në kohën e Tiranës së Aktimes, u numëroj me gishat e njerëzdor, nuk I kalojnë 5 në 13 vite karrierë. Ka qenë shumë pakta. Dhe di pse ishte shumë pakta, sepse ne gjithë e përjetonim keq humbje. Gjithë ambienti Bardhe Blu, gjithë lojtarët, gjithë stafi I klubit, tifozët e përjetonin jashtëzakonisht shumë keq humbje. Nuk e pranonin, ishte e papranueshme. Do të thënë të utit humbje me Partizanin. Nuk pranonin barazimin me Partizanin. Jo humbje që nuk bëhej fjalë. Edhe ishim shumë të kujdesshëm që do të thënë kur vite kjo lloj ndeshje mos gabonin. Dhe unë nuk mbaj mend ndonjë fitore tjetër Partizani përveç asaj 3-1 që përmendë ti, 4-1 që ka qenë disa vite më vonë, që nuk kam luajtur atë ndeshje. Do të thënë ka qenë shumë pakta, se përjetohej jashtëzakonisht shumë keq klub. Po të vim sot është tjetër gjë. Se ti ke ardhur, ti ke ardhur na ke ndjekur në stërvitet të Tiranës, nuk kishte asgjë të kuqe. As këpucë të kuqe, as çorapet të kuqe, as makinat nuk ishin të kuqe. Ne ishte të merr, do të thënë Tirana nuk e pranonte hyrjen e kuqe, edhe poshtë, po ta kishe veshur poshtë, thoni që shkon ndrohet dhe mos e vish. Bësha emision, unë edhe kishe, kur je në studio televizive, do gjithmonë diçka kur të shkarkosh pra, këpër s'ke një lloj kështu. Tension. Po e kanë gjithë, edhe unë kisha Seolapsin, mbajsha Seolapsin drejtim, po Seolapsin digital bikuq, çota Alban Berisha. Ku më ke gjetë asë? Në drejtë syt. Kime tani, syri tim. Është vërtet, nuk lejohesh, nuk pranohesh. Kam dëgjuar unë që ka pasur probleme me ngjyrën e Ka pasur raste që lojtarë huaj që nuk e dinin, që dinin me çorapet kuqe ose me këpucë kuqe. Trajneri, jo I pari, po Zofi që thonë në aty, në Albani, trajneri portier që thoshte, do të çum. Futu brenda ndroj atë. Ti thoshte se kuptonte, nuk lejohen këtu ajo ngjyrë. Këtu brenda këtij kuadrati jo. Shkote, ndroheshe dhe dilte me ngjyrat, qoftë se kishte bardhë blu, me çfarë lloj ngjyre tjetër vetëm të kuqe jo. Kjo është mendoj dhe po. Efekti këngës ndoshta, ngjyra kuqe, ngjyrë dashnie, Partizanit që ka hije, kështu që. Dhe ja, I një gjë dhe unë ca. Në 15, jam më vonë. Kjo pjesa e ngjyrave, e fanatizmit e tifozët, më vonë e kanë humbur të gjithë. Po flas për kohën time, Jo, kjo unë kam dëgjuar edhe mbrapa deri në vitet 2015 që kjo është ndjerë. Edhe nga tifozët shkojnë tifozën në stërvitje, ndiqnin ekipin. Po, ishin të Kjo pas sa ka bërë që atëherë të kishte identitet më të fortë, më të qartë, edhe ndoshta kjo ka mbajtur një lidhje më të fortë gjithashtu midis futbollistëve dhe publikut. Dhe kjo pastaj ndikon në cilësinë e asaj që po themi. Po sigurisht shiko, se fuqia e dikujt matet nga rivali që ka. Sa më I fortë ai rivali, dhe kur triumfon ndaj rivalit I merr ti vlerat. Dhe gjithmonë ka qenë ky antagonizmi të dyjave klubeve, edhe Tiranës, edhe Partizanit, edhe tifozëve, edhe lojtarëve, edhe klubeve. Kënaqësia, ajo ishte ndeshja më kulminante e gjithë vitit. Domethënë tifozët ne na vinin kur na vinin që kishim derbi me Partizanin, na vinin kur vinin se vinin stërvitje është vërtet ajo. Tonë nuk duam kampionatin. Nuk na intereson kampionati, duam fitoni derbin. Humni kampionatin, fitoni derbin. Kjo është detyra juaj. Atë donin, aty kënaqeshin. Domethënë e kishin domethënë gjë kulminante atë pjesë. Dhe normalisht se nuk e se u bë vitet që isha unë, ishte brumosur kjo punë e trashëguar nga lojtarët më përpara, nga tifozët më përpara. Dhe ishte pikë kulminante dhe ti atje do gjeje mundësinë që të bëhet gjitha mënyrat, manovrat që ti dilet I triumfuar që mos të zhgënjej njerëzit. Dhe kënaqësia ajo është, do të thonë që ti rivalin tënd historik arrin ta mundësh. Do të thonë ne për fat mirë, nuk është se ka qenë lehta ndeshjet, por për fat mirë
në 80% të rasteve kemi triumfuar ndaj tyre. Pastaj tash në vitet e fundit ka ndryshuar balanci, se këta na bajnë mend gjëri që thonë që vitet e fundit Tirana në Partizani kishte një 5 vjet, 6 vjet që s'kishte fituar. 6 vjet fiton. Kompime ka pas 7. Që s'fiton në Partizani. Pse doni 2 vit nga superiorja shkojnë kategori 2. U i kanë qenë 7 që nuk ka arritur të fitojë. Sa rebel ishin futbollistët e viteve 2000? Si? Sa rebel. Rebel. Edhe brenda llojit. Po sigurisht, shiko, ti për të qenë i mirë në atë punë që bën dhe i Zotit, duhet të kesh edhe një far karakteri caktuar, një far personaliteti caktuar. Që sido që tjetë, se Tirana ka pasur të paktën kushdo lojtar që i duan informacion, ishte rezervë ose ishte në tribunë, secili kishte personalitetin e vet. Kishte personalitet caktuar. Nuk ishte i sfumuar se nuk po luaj, i vlerësuar si individ. Nuk po luaj, do të krijoj informacion. Jo, është pjesë e gjës, është pjesë. Sa burr flasin tam ta lejë këtë stonjë. Është pjesë jona dhe sigurisht kemi pas lojtar rebel, por kemi po thoshi Devolli për shembull. Kali Devollin çarikore ston, pse të përmys gjithë Tiranë. Kali kuq që ka nga një kuq. E di. Ne kemi pasur shumë kuaj kuq, po Sot unë verë që këta lojtarë që rinë në stol nuk kanë atë grimë. Është mirë mos duash trish stolë. Është shumë e mirë të mos duash trish të mos e pranon Ku e stolë. gjen këto? Sot nuk e gjen. Tregon karakter. Sot ulin kokën, nuk e kanë atë. Sot nuk rebelohet dikush. Plas rebelin për mirë, jo tani të prish frymën e grupit apo të bëj deklarata që nuk janë të matura apo. Sot nuk e gjen atë në stol të gjithë urtë. Unë kur fillova fillim gazetare, shifsha Tiranën dhe më duke një gjë kur je i ri, je populist, domethënë të ketë tendencë të shohësh gjëra shumë i sy kështu teorik, klane, gjona, grupe, zieshin, ishin trajnerit, dhe nuk e kuptoja që ky ambienti ashtu funksionon. Dhe funksionon ashtu, kur nuk funksionon ashtu nuk ka sukses. Kisha raste kishte qetësi, si tash i për shkak. Këtë fit më duket një qetësi. Nuk e vë njëri ujë në zjarr. Pas ne ishin Tirana te Uta. Shokër ka marrë një Georgian. S'ka lidhje, se Georgia është vend respekton e paguajnë 105.000 euro. Ai është nuk i duk të jep asgjë. Shef duke luajt, shef lojtarët për shembull nuk kanë një debat me një tjetër, duket secilin punë vet. Nuk është Tirana. Ajo është Dinamo. Dinamo është ajo. E di gjë që funksionon tek kështu, mbase njerëzit se din, po që ta dëgjojnë që. Unë e kuptova shumë vonë. Unë kur e thash përpara atë punën e trajnerit që kanë dalë te trajnerët pa kampion me ne, po tash sekreti i ekipit i Tiranës ishte marrëdhënia që kishin lojtarët me një tjetër brenda. Edhe kjo, edhe këto kundërshtim. Në fund të ditës ishin gjithë shok me një tjetrin, gëziheshin me një tjetrin, por duhet kuptosh që kur vite një ndeshje, unë që veja sedër për ta bërë shokun e skuadrës që të jepte maksimumin, e veja unë sedër. I kërkoja unë llogari i pari. Ose ai mua. Do të funksiononte në këtë formë. Sot ai thotë menaxheri duhet ikë nga ekipi. Unë kisha përgjegjësi. Unë ai në ekip. Kisha përgjegjësi. Sot e thotë menaxheri, unë ai. Unë kisha përgjegjësi përpara shokëve të ekipit për performancën time të dobët që mund të ndodhte. Ishte familjare situatë. Do të thënë më kërkonte llogari shoku, pse sfituam sot? Pse si të kaloj ty Sulmusi, si ta shnoj të golin. E njëjta gjë i thoja edhe unë. Përveç Muzakës, ishte një gjumë. Jo, më Muzaka ka luajtur mirë. E di, gjumë kështu tavolinë. Ka luajtur mirë, po. Gjithë ideja është që ti ves shokun në gjendje pune maksimale, që të performonë mirë. Dhe kur shoku qëllonte që nuk ishte në ditë mirë, i detyra jote ta mbuloje gabimin e shokut. Të sakrifikoje për shokun, do të thotë ti fundit sakrifikoje për. Kanë peshë që mblidheshim me istin me këta me kështu që se ishin me grupin e tyre. Se mbaj mend tash te Divjaka më duket. Te Divjaka, ishim aty hajshim dhe tani këta ishin jetonin gjithkohon me këtë punë, me punën e futbollit, kjo ndeshje për shembull Tirana lutem me një ekip. Ku lu Partizani, ku lu me Durrësin, shohim ky ka lojtar, ky s'ka lojtar, ky edhe ishte Gjergji Muzaka me thënë drejtën. Futbolli nuk e donte ta lunte. Po jashtë futbollit nuk kishte nerva fare. As nuk shifte fare. Edhe vini gjë këta pasionin mod ky pata bum. Thot Gjergji thot, po peqini me këlu thot, me ne pra. Ore po peqini se si kishe nuk i kishe pra vesh, me ne pra. Se ditë me këluta. Gjithmonë ideja është e tillë që ti kur futesh në të botë, kupton, dhe do kalon kohë me njëri tjetrin, do shpenzosh muhabete për futbollin. Do të thënë, ajo ishte gjithë ideja se kishte dhe gjë, rinë tuaj, vetëm tuaj me njëri tjetrin. Edhe se kalonim besoj këta shqiptarët unë çka kanë parë, kalonim një pjesë të madhe kohës me njëri tjetrin.
nuk kalon në kohë vetëm stërvitje. Edhe sepse kishin dalë momentin që do rinj to tregu huaj nuk ekzistonte. Kalonim kohë edhe jashtë stërvitjes, me një tjetrin, familjarisht. Tregu me Dilin shtëpisë, me dilin gratë, e çifte me shok, më hanin dreka, darka, kafe bashkë, kupton, kalonim mbi 6 orë ditës me një tjetrin. Domethënë kishim këtë lloj lidhje, domethënë kishte ky lloj grupi lojtarësh. Dhe për fat mirë që kishim shok, shumica ishim shok me një tjetrin brenda, plus që kishim cilësi si lojtar. Ishin lojtarë cilësor. Përpara se vini të bëj një rubrikë kështu. Domethënë ai cilësia shfaqeshe në fushën e futbollit, kupton? Po, me gjysmë shaka, unë kam disa pyetje drejt për drejta me përgjigje të shkurtra për të individ, po dhe Kristi mund të bëj. I pari do përmendim presidentin, por shumë shkurt, vetëm një përcaktim, pa u zgjat. Me tushën e ke pak. Kam por ja di për falenderoj se është ja di për falenderoj. Po falenderoj sepse ka ai më thonë. Ai solti. Lut Nuri? Baba, ai El Saidi? El Saidi ka qenë na ka kapur në kohë që do thënë ka shpenzuar shumë për ne. Do ka qenë pagesat e tij të atyre viteve që vitet 2000. Xhimer, mund ta quajmë Xhimer? Po. Xhimer. Diskutohet, do thënë ai bashkë me Miftar Çelën. Xhimer. Shefikat Gjela? Kam ndryshuar, domethënë kam ndryshuar mënyrën dhe shumat e pagesës së sportistëve, jo vetëm ke Tirana dhe ke Vllaznia, por në gjithë kampionatin shqiptar. Revolucionar po. Shefikat Gjela. Po, unë se kam pas presidente, kam pas donatore shefikatit. S'ka pas qef shumë. Jo, unë kam pas marrëdhënie të mira me shefikatin. Kam pas marrëdhënie të mira me shefikatin, po nuk është se kisha domethënë përveç marrëdhënies institucionale, jo në gjë më. Gëm Papuli? Njëta gjë si. Njëta gjë. Nushja vllai Lutit? Nushja është pak a shumë si Luti. Refika Lili? Edhe Refiku hyn tek ata njerëz që unë e kam dashur, e dua dhe një nga ata që kam sponsorizuar jashtëzakonisht shumë për klubin Tiranës, edhe tek ne. Vazhdon ti besosh idesë që më mirë ta kritikojmë në fillim se në fund? Unë sigurisht ta kritikoj, kur them që dua, domethënë se nuk e hedh dot poshtë as investimi që ka bërë ai, as pagesat që ka bërë ai, as shpenzimet që ka bërë ai gjatë këtyre viteve. Por sigurisht për njëri që do ta kritikosh atje ku nuk funksionon mirë. Dhe për fat keq, ka shumë gjëra për të kritikuar. Ka shumë gjëra për të kritikuar. Tirana është në fund dhe duam ne Refiku është maj. Kristi, mendoj që është biznesi i familjes që po e dëmton. Kështu që për mua duhet të ndryshoj të përmirësoj. Rrugë pa krye që Tirana ka hyrë këto 2-3 vitet e fundit. Rrugë pa krye. Po, sepse po të shohësh, nuk ndoshta Dabulla bën pak dramë sa e ndjen më shumë, po. Po pa diskutim. Dabulla është niveli Hemingway, for whom the bell tolls. Po. Mirë, for whom the bell tolls. Duke krahasuar pak nuk po shkoj shumë lart në Itali. Po, ndjes. Ka pasur ekipe si Milan apo Inter që patën një periudhë 10 vjeçare pa trofea, kampionati. 2012 Milani fundit pastaj u rikthy. Pikërisht pra. Dhe Tirana nuk më bën dramë. Po të shohësh kur kampionati i fundit. 3 vite ka. Po, e vërtetë është. Ishte Teuta në mes, pastaj ishte prapë Tirana. Po. Pastaj Partizani. Kështu që nuk është ka qenë. Plus një kampionati iku ndeshjen e fundit. Po. Kështu që nuk është se ka pasur atë menaxhimin skëtesh mund t'i vëmë një dëm familjes Alili. Por pjesa tjetër për 2 vitet e fundit. 2 vitet e fundit, jam dakord që aty ka pasur një krizë dhe kriza ka qenë shumë e thellë. 2 vitet e fundit, një vit shkove luftove për play-out, vjet, edhe me zhpëtove me ekipin e 4-5 të Red. Tani kriza është financiare, drejtuese, sportive. Dhe këtë vit je po në ato ujëra. Mendoj drejtuese. Nuk është krizë financiare. Jo, nuk e besoj. Është drejtuese. Ka edhe pak probleme financiare sepse po të shohësh dhe nga ai studimi që un kam bërë, nëse buxheti një viti për Tiranën, Roga ka të deklaruara diku te 200 milion lek, plus minus. Të vjetra më? Aq pak? Në muaj? Në vitore. Po të tjerat i jep kesh? Të tjerat janë pagesa kesh, shpërblime dhe detyrime të tjera ku përfshihen gjyqet e humbura. Sa janë keshat dhe shpërblimet? Sa kuptoj sa është buxheti vjetor? Buxheti për paga është 200 milion lek. E kuptova, por tani kjo, po jo pra jo, kjo është. Ato janë shpenzime të tjera. Kjo është çaj themi ne shtetit. Tani më thuaj çaj u jep lojtarëve Tiranës. 550 milionë të tjera janë detyrime nga gjyqet e humbura, nga premio, nga sa nga gjyqet e humbura. Nuk e kam përshtaktuar këtë gjë. Dhe për çfarë e ka përmbledhur 550 milionë lekë bëhet kjo gjë? Vetëm për një vit, 2024. 2024 pra, 2024. Pra në 2024 750 milionë. Janar 2024, 31 dhjetor 2024. Ta japim informacion të saktë. 10 Tirana që dolin play-out, pagonte rroga mujore 95.000 euro. Çdo muaj kishte vetëm rrogat mujore ishin 95.000, 95-96.
Ai ne përmbajmë bilancit zyrtar që ata kanë dorëzuar në QKV. Domethënë me 95 mijë në muaj, Tirana shkoi rrezikoi qëndrimin në superiore. Nuk është ky problemi. Pyetja është këtu. Dhe unë kam shumë respekt për atë djalin, për Grendin. Madje mendoj që ai qenë futbollist i mirë ku ai qenë me Trin. Shumë. Pastaj çuni presidentit s'bëhet dot më tash, dieta i muhabet gjithë botën. Nuk po bëhet dot më çuni trajnerit, jo më çuni president, për se vetë. Kisha besim që Grendi do ishte pak më i ftohtë se Riti. Se Riti Grendi s'po bën gjë. Unë me sa di unë, to 2 vitet e E du fundit. fort për zotin. Ai ka qenë, mu kam qenë gazetar, çuni i ri. Flasim çik dhe profesionalisht tani se. Unë kam menduar këtë dhe mendoj këtë që Nuk kam pas shumë besim te Grendi. që faktikisht 2 vitet e fundit, më duket, mua më zhdukur, mund të gabojmë, po s'besoj, që e ka menaxhuar më tepër Grendi se sa Ridi ekipin e Tiranës. Dhe për fat keq, Riti s'më shqyrtar. rezultatet janë katastrofë. Kështu që base do të bënte më mirë Grendi të vazhdonte futbollin, do të bënte më pak dëme se çka bër, domethënë në këtë periudhë. Domethënë unë shoh që konkretizojmë në shifra këtë pjesën e Tiranës. unë shoh një sekond. Unë shoh të tillë që nëse dikush e provon këtë pjesë që e provon menaxhimin e klubit, ti vërtet i djali president, Vjet nuk prishin një sekond. Të dalë ke vjetrin. Ja bosh këmbën e ka bërë lec, gjuna për zot. Jo, më unë s'kam në gjë me shkëmbën. Di, për atë po ta them. Unë kam me këta të klubit. Si shkojnë, majnë dikë që e ka provuar përpara të punë Po dhe është nuk vetë parë tash funksionon. me Maqedoni. Po shumë mirë për të ta marrë ta gëzoj Maqedonia, pse ta gëzoj Tirana, kupton? Pse ta gëzoj Tirana vetëm para fundit, vetëm nga fundit. Pse heq dhe pastaj rikthem prap. Po, pse mos më prish të ta mbaroj këtë punë Grendi se del pak jashtë kontekstit. Ti e provon ta menaxhosh klubin, shikon që nuk po funksionon mirë, ndroi rolin. Bëj rolin e pronarit ose të djalit pronarit. Merr dikë tjetër të zot. Deleguar e pjesë. Merr dikë tjetër të zot që të menaxhojë këtë punë. Arbi s'ka qenë bagjo për zotin, shoku im. Arbi Laçi. Dakor, pra nuk po thash, po ta shpjegoj që ti sido që ti e kap fikën, e kap si duash të punë. Nuk të funksionoi menaxhimi, po bëj rolin e pronarit klubit. Lë dikë tjetër që të menaxhojë. Sulme Masar si trajner vetë çimi trajner vetë po të shef klubi. Dakor, po flasim në këtë periudhë që klubi është privat, do të thotë që është privat dhe ka bërë shumë keq. Nuk ka qenë në Tirana as vend as për luajtur për play-out, as për të rrezikuar për dalje nga kategoria. Nuk është në Tharra total gjesh Tirana për vitin 2024 ka pasur 1.27 milion euro. Total. Po që ka me fitim Tirana. Po, është 40 milion lekë të vjetra fitim, sepse shpenzimet kanë qenë 1.23. Kështu që 40 milion lekë ka dalë fitim. Tani në bilancet. Shko këtu po real, jo më 1.27 milion, po ka shitur lojtarë. Ka shitur lojtarë. Ka shitur lojtarë valla. Nga dra televizive, Po bazohet tek shpenzimet e deklaruara. Jo, 95 milion vit pra 950 milion janë shpenzimet. 95 milion vit. Mund të bësh më, nuk është aq kjo informaliteti ka qenë vitën përpara, po tani s'po fare, thjesht vini madje i duket e pa konceptueshme që këtë biznes më humbi, se s'ka biznes më humbi. Unë kam nxjerr 120 milion lekë të vjetra, ka paguar vetëm qira stadiumi për një vit. Ka paguar? Po, 120 milion lekë. Ku i ka paguar? Në shkonte në për Laçën apo Rubenia. Pastaj thash, janë pagash dhe shpërblim. Nga i kanë të ardhurat, apo nuk ka zëra, nga kanë Nga shitjet e lojtarëve? Po më thuaj pak sa kanë shitjet e lojtarëve. Nga shitjet e lojtarëve janë diku te 800 milion. Vjet. Po, vjet. 800 milion, po ka shit vjet më. Po shitën disa lojtarë. Mos janë lekë të muçi që kanë ardhur nga Ato Beşiktaş. mund edhe me këste, po. Nuk cilës Okej, jo më se është interesante një gjë. A kemi kush është klubi me më shumë fitim? Është Partizani. 2024. Partizani. Sa ka fitu Gazi me 400 për zotin? 464 milion lekë. Fitim Gazi. Gazi s'merret me gjë tjetër, do për ke parë vesh? Ai ka pasur 2.8 milion Gazi euro. s'merret me si biznes tjetër. Vetëm me këtë punë merret. I ka dalë për hajër. Po shikoj, po këti toni si ka 20 ca vjet, si ka dalë për hajër. Do me humb, kam thonë. Do me humb vlla. Ka atë rrejsinë e humbjes. Ka pasur të ardha 2.8 milion euro. 2.8 milion euro. Tu përfshihen shitjet e Maget, nga Final Four, nga pjesëmarrja në Europë, nga reklama 150 milion lekë, nga akademia. Total, gjithë. Sa leku modësh futbolli, që i dëgjon këta të shkretet, po japin. Unë mendoj që 406 milion lekë janë shumë pak. Jo, lekë janë shumë pak. Shiko, nuk ka për mua, një klub që nuk del kampion,
Ai që del kampion këtë gjë. Po Ignati një klub që nuk del kampion është Plus humbje. është 300. Jo, valla, ke Partizani me fitim tash. Ignati është 330 milion Nuk lekë. janë Prit tash. as zërat e transfertave, as zërat e pagesave hotelerive, Janë të gjitha, janë të gjitha. Do ta them Ignatia për shembull, Ignatia i ka kushtuar vetëm qiraja e hotelit që kanë hedhur 150 milion lekë në vit. As rrogat e Qira hoteli për transferta 150 milion lekë. Mirë, ka 10 lekë që jepe kështu. as premio, nuk janë. Të gjitha i kanë apo unë të siguroj që ke të gjitha, për shembull, Partizani ka 963 milion lekë të vitra, Si ka të shukora, do ta shtohet. vetëm paga. Kanë më shujëmesh. Vetëm paga. Sa ka Partizani paga? Ne e kemi pas 963 milion është rekord. I deklaruar. Deklaruar. Kjo tregon, po jo, lajmi është Vend të këtu. parë. Lajmi është këtu. Këta janë shifra, lajmi është këtu. Që ku fillon diferenca me Tiranën dhe Partizanit? Tirana deklaron vetëm 200 milion lekë rroga, Partizani deklaron 963. Pra merr përsipër deklarim real rrogash. Dhe kjo është quhet seriozitet. Pastaj është Ignatia 830. Unë nuk e di Ignatia tash, 830, 630 Vllaznia, 430 Dinamo dhe nuk e di 230 shifra. Sa ka Dinamo më? 430 e ka. Ashtu, Dinamo ka 1.6 milion euro buxhet në rrogë. Jo, në 2024 rroga 430 milion kaq. Por ti i çuditshëm. Dhe ka dalë minus 650 milion lekë ka dalë minus gjithë viti. Unë nuk e di se si kanë këto, nuk po hyj tek ajo pjesë, mua s'më intereson fare se si qysh tek janë. Mua më intereson që lekët ku shpenzohen, që mund të jenë 400, mund të jenë 500, mund të jenë 1 milion Sa euro. vinit atë që merr të mbrojtës arriti të pas të? Ishte bukur. Që merr të mbrojtës atëherë duhet pas të. Ishte që të mbrojtës merr të dy tjerë, po unë do luaj thoshte, më jep lekët mua pse e të dy. Ka rebel i bën në rezervë. Po jo, ai sill te, se Riti ka i gjë, Riti nuk teq. Riti të gradon kur do me teq. Aty e ha. E mori arbitrin për shembull, ditë nga drejtori sportiv do bësh drejtori i përgjithshëm ata. Drejtori sportiv Osmani. Gradon valla. E ke parasysh domethënë edhe këtej i fuset dy tjerë për shembull. E dili në story pastaj atë. Ideja se sa dashuri ke ti për gjyrat, për atë farën që ke peshur, sa mund të sakrifikosh, çfarë mund të bësh për atë, do të thonë faktikisht karakteri im përputheshë me karakterin e klubit. Do të ishim një simbiozë shumë e shëndetshme dhe siç e ndjeja unë, nuk e ndjen dikush tjetër. Dhe sigurisht që ato që mund duroja unë, mund të bëja unë fush, mund të se varet se nuk është kaq e thjeshtë që vetëm në stërvitje edhe po si përballesh me kundërshtarin. Si e tonë gjithë ditë. Jo, si e ke përballet me kundërshtarin, me atë kundërshtarin që ke realisht që do ndeshësh. Se puna është unë kam qenë gjithmonë me këtë ide që ti duhet ta sugjestionosh kundërshtarin. Që ti je dikushi, je Tirana, ti je filani, dhe jo vetëm që ta mundesh nga ana fizike, flasim atë, por edhe nga ana mendore. Dhe Luka ka thënë një herë një gjë shumë. Do me thënë se ta kuptosh që do të thonë me Mellin ka lut me ne, shoku im, dalim akoma kësaj dite, shumë çunim mirë. Kur e kisha kundërshtar, unë e dija me Mellin se si lunte. I bëja dy ndërhyrje të forta. E nxirja gjatë, do të thonë e kaloi, do të thonë e nervozoja dhe dilte jashtë lojës, nuk hynte dot më në tempin e lojës. Do të thonë e kisha, po me këtë kisha me këtë cilën kërë buk një 10 vite? Jo, në fund karrierës, mbase unë nuk shikoja ndeshjet e kundërshtarëve, por në fillim karrierës, unë shikoja ndeshjet e kundërshtarëve. Kisha në klub, atëherë kemi pasur një kameraman, që vinte filmonte ndeshjet, që me lutin, ka qenë kameramani, filmonte ndeshjet, se s'kishte nuk me kaseta. Unë ja merja kasetë, ja merja, dhe shikoja ndeshjen, shikoja performancën time në fush. Studioja gabimet që kisha bërë. Studioja kundërshtarin. Do të thënë se çka kundërshtari kisha përballë. Se ndeshja këtu që të fitohet, nuk fitohet vetëm fush. Do të thënë fitohet fush, nuk diskutohet, po përpara fitohet në kokën tënde. Ti duhet ta luash ndeshjen dhe kundërshtarin në kokën tënde si çfarë cilësish ka ai, si është i shpejtë, është i fortë, është me djathtën, është me të majtën, ka kurtëzimi të lartë, Do të jesh luftëtar, ti je fitues apo fituesi të bërë luftëtar? Dyja funksionojnë. S'mund të fitosh gjithmonë. Tash shiko, se unë shqy vetëm, nuk e shqy vetëm se kam pasur një talent. Unë nuk e shqy vetëm se kam pasur një talent të madh te kjo punë, kupton? Por kam qenë lojtar fizik, lojtar i fortë, kupton? Shqy nuk kam qenë mbrojtës e Avashit, se dhe kam pasur. Ka pasur Avashit degenerohesh. Po, ka pasur rëndësi dhe puna është që ti të studioje kundërshtarin. Ta shikoj kundërshtarin si është, do të thonë pse e dallohet, do të thonë me eksperjenca pastaj të tregon me kalimin e kohës dhe
E di se nga motiki markas, motiki djathtas, dhe sigurisht edhe ana fizike, që duhet ishte optimale që ta mundi kundërshtarin. Ka mbajtë në 2008-ën, mjes shkova te Kapriço me pikape dhe ishte David me cappuccino, kështu edhe po lexonte gazetën. Ishte te volli pa atë vezë, ishte moda që ai kështu ta vezë gjona kështu. Janë mjashtë. Ishte 15.000 lekë mjesi. Edhe 10.000 lekë parkimi, kështu deri në drejt kishin harxuar 100.000 lekë. Edhe thot David de Volli, pse lexon gazetën ti thot? E ma çka shkruaj ata edhe se diuni të devojë të shkruaj. Lojtari i Tiranës thot, sa hapsy, do ta çoj gazetën, te faqja e Tiranës, e lexoj, çka ka shkruar gazetën. Ashtu fillon dita thosh. Devi. Ka skatë dhe kishte loni xhimës, pse ka lexuar një libër nga Betajë nga lexuar funit jetë vet. Sa e donte ai atë punë. I dashirin atëre që muçan 2005-ën tha. Ma dhe ta më shkruaj. Me no mirë. Me no mirë. Ma hitot. Ma hitot më. Edhe kur flinte me shirit, një këtej më. Ma dhe kur është kapiteni i Tiranës. E një dami kapiteni i Tiranës tani? Jo, njoh këtë Dembelen. Lojtari më i dobët që kishte Tirana vjet. Ne e provojmë nga vjet e promovojmë me shumë shok. Shumë shok. Tani më pak po kam shumë. Çka ka davi për burr thosë myti thot, myti. Me myt, jo pjesa e burr tha, trajneri kishte lojtari tha. Pastaj lojtari u bë drejtor dhe mori trajnerin gati davi. Unë nuk kam gjë personale. Por unë kam diçka personale me Tiranën. Unë nuk pranoj askënd se as veten time po tisha në vend të shkëmbit ose vend. Dhe kisha ato lloj performance, do të çaja unë veten time. Unë jam me idenë dhe me gjithmonë argumenti qëndron. Jam gjithmonë me idenë dhe me parimin që ti kur je dobo duhet ta pranosh që dobo. Kur nuk e bën dot një punë do të thua që unë këtë punë nuk e bëj dot. Është më burrore. Se sa të marrësh përsipër të bësh diçka që s'e bën dot. Që nuk është në genin tënd, nuk është në mundësitë e tua. Duhet të thua që unë s'e bëj dot të punë. Nuk e marr dot në qafë. Nuk mund t'ia udh vlerat, nuk mund të thuaj Tirana nga kategoria. Nuk të vjen titulli trajner. E kam provuar. S'ka rëndësi, po, unë di, asnjë kanë refuzuar. Tirana sa? Unë me këtë jam. Tani trajner kështu pa eksperiencë, gjen sa duash. Olti Kërnaja, çika. Ishte rasti i fundit. Olti është bërë trajner Partizanit, pas në ëndrrën e vet më të modës do kishte parë të bësh trajner Partizanit. Partizani po bën, ta shpresoj se Tirana është pjesë, bën gabime. Ta them edhe këtë që ta kuptosh, pa ardhur trajneri që ka Tirana. Unë kisha bisedë me mikun tim që ky që është tani. Po. Bordini. Që ja ofruan që të bëhesh trajner, edhe bëm një bashkëbisedim bashkë. Si shok, si mendon tim, tha. Dhe unë ti e ke studiuar ekipin, po më kam studiuar. Se duket? 20 pikë jalla ti marri. Dhe ka tha, është jashtëzakonisht e vështirë tha për të mbijetuar. Duke pasur referencat me statistikat që kishin lojtarët. Jo me pagesat. Me vlerat që kanë lojtarët. Është gati tha e pamundur. Po i thash në shiko më mirë ta marrësh ti se fundit je dikush që e ke brenda nesh, mund të bësh më mirë se ç'mund të bëj dikush tjetër. Tha nuk marr dot përsipër në Tirana nga kategoria. Unë tha si person, nuk mund të rrezikoj t'ja vetë dam vetës time dhe familjes time dhe emrit tim. Kuptohet pse të nxjerr Tirana nga kategoria. Kështu që se problemi është që Tirana e ka ulur vetë shumë pjatën vetes. Ne kemi promovuar trajnerë këtu që nuk e meritonin ishin trajnerë Tiranës. Se nuk kishin eksperiencën e dur, nuk kishin stazhin e dur, nuk kishin staturën e dur, nuk kishin eksperiencën, nuk kishin fituar asnjë trofe. Ne i kemi marrë nga kalamajt. I kemi bërë trajner Tiranës, Tirana është brend i madh. E di çfarë bën këta. Si mund të rrezikosh ti të se unë atë, se tash e bësh problem në një mos kam 25 vite kam gjithë miq drejshin e sistem do ta sigjoj, po do ta them këtë edhe Xheli nuk do më keq kuptoj. Milja. Xheli shumë nobel. Nobel. Edhe unë me ty jam, po. Shumë nobel, po çfarë bëri Tirana? Drejtorin e akademisë të së cilës unë 19 era nga kategoria. Pira 19 meta është piramida e trinve. Ira nga kategoria. Ajo që duhet nxjerrë talentet që të plotësoj. Ira nga kategoria. 19 Tiranës, rekord botror negativ kategoria, e promovon e bën trajner të ekipit parë. Si ta shpjegoj këtë? Të gjua të shumë, nuk di ta shpjegoj. Themi të ajo që nisëm pra bisedën. Të Xheli tha me drejtën se madhen treg për trajner. Kjo e bie. Po jo, me zemra, e di ku është problemi. Ata janë nisur për mirë gjësh, gjithmonë. Po kush niset për keq? Dakor. Jo, shiko. Brendi nuk duhet ta bënte këtë gjë. Pse? O gjej, një sekond. Se duke vënë Xhelin trajner, ti i thua Miletit që unë po vë një trajner që komandoj se ata janë shok. Ai ka vënë drejtori akademia.
Pra ti që në fillim i prish punkti që unë që e bët trajner. Se gjithë Mileti mendon, me ka vënë edhe vetës. Është ndikueshëm. Edhe rriti aq do. U futet në javë tre. Jo, dikush problemi. Problemi është që mos e merr letra të këtë thashëm që i ka ul pjatën vetes Tirana, vetes. Shiko, ne kur u kam ardhur në klub 18 vjeç, sigurisht që gjeta atje burra atje që ishin më të mëdhenj se mua, më të mirë se mua, më me emër se sa mua në futboll, e kupton? Dhe duke parë ato në klub fotografitë që ka pasur klubi të varur të lojtarëve në të viteve të mëparshme, kupton? Dhe kur erdha më treguan, shikoj që historinë e klubit, kush ka luajtur me këtë klub, sa trofe ka fituar, çfarë organike ka pasur. Dhe emri ka qenë shumë i madh. Dhe ne kishim detyrim moral edhe tonë. Prit një sekond. Edhe detyrim moral ndaj vetes, ndaj klubit, ndaj tifozëve, që mos t'ia ulim vlerat e klubit. Që ne të jemi të suksesshëm paktën siç kanë qenë këta përpara nesh. Dhe mendoj që kemi bërë mirë atë punë. Por brezat më vonë, pas brezit tim, edhe mund të ketë ecur disa vite, por pastaj ka filluar ka rënë cilësia. Edhe rriti që thua ti bashkë me Grentin. Kam pasur fatin e madh që emrin e Tiranës të madhe e kam trashëguar. Në vërtet. Puna është që ti mos e ahollo emrin. Zgjerohet pak. Mbajet pak në ato që se rriti ka qenë aty brenda, e di shumë mirë, ka fituar, me ne ka fituar. Mbaje, mos fut njerëz që nuk i takojnë ti klubi, mos e ul vlerën, mos e hollo. Dhe se nuk fitohet më, se kemi ardhur në një pikën që Tirana dhe Ridi dhe Grendi që thua ti, kanë pretenduar dhe pretendojnë që Tirana fiton vetëm me emër se ka emrin e madh. Nuk kam emrin e madh e krijuan tjerë burra, e mbajtur të tjerë burra, kur e morën tash këta burrat e fundit që e kanë marr, ja kanë po ja humbasin. Nuk ka më Tiranë, nuk është më ajo Tiranë. Edhe në fakt që ta them dhe këtë që se dhe më vjen keq ta them, që të kthesh një Tiranë të madhe, unë them që është shumë e vështirë për ta bërë. Nuk e kthejmë dot. Kështu siç po me ato që në shoh, me lojtarët që ofrojnë, në mënyrën se si performojnë, domethënë se si e kanë kthyer klubin të rësi me marrëdhënien që kanë me njerëzit, marrëdhënien që kanë me tifozat, Tiranë të madhe këta nuk kthejnë dot më. Ne do jemi të kënaqur që po. Ajo e funksionon, po duhet të harxoj 2 milionë euro në sezon. I harxhon 2 milionë euro nuk do në Final Four. Ka ndodhur gjë. Edhe ka qenë menaxhimi i gabuar, se kishte një largim trajneri mes. Kishte edhe shumë koment Jo, Kaposha ka Tirana i ka mbajt Tirana me Kaposha ka fituar. Mirë, drejt është. S'ka fituar pa Kaposha, me Kaposha gjithmonë. Do të thotë se secili vend kishte Kaposhën e vet. Tirana ka fituar me Kaposha, por ti duhet dish të menaxhosh Kaposha. Jemi te menaxhimi, nëse ka një brand sot që është në Shqipëri për klubet e futbollit është Tirana. Brand që ti mund të gjenerosh potencialisht, asnjë ekip tjetër. Ka tifoz, ka traditë, ka ato trofet. Nëse ti nuk je në gjendje që të paktën nuk ka rezultate, ka potencialin, jo se potencialin do them. Nëse ti nuk ka rezultatet, të paktën bëj këtë pjesën tjetër. Nuk i ka më. Dakor, po pra po, ne tani nuk po marrim rezultate. Armando duket ka dhënë një shans Final Fourin, se më përpara veti 4 që dështim. Jo, s'ka më Final Four. Final Fouri ka dalë jashtë. Final Fouri është thjesht për të ndeshur ato 4 ekipe një tjetër. Po e të mban në lojë çik pra. Po ai që është 20 pikë mrapa, do edhe 10 pikë mrapa, nuk pretendon më për dalë kampion, kupton? Ai që është vend 4. Domethënë ka ndryshuar dhe shoqëria ka ndryshuar. Po që ti jemi ato që thot Kristi, nuk është vështirë vëlla ta kthesh mrapa historikun. Ti bësh gjitha këto vite që i bër keq, fillosh të rrugullosh. Me ato që kam parë unë nuk i bën dot. Se nuk ke njerëzit e dur për ta bërë. Nuk ka, ja thash deri përpara, nuk ka një ish lojtar të klubit që është pjesë në klub përveç Gent Muçës. Në gjitha strukturat e klubit Tiranës, si në akademi, si në ekip parë, si ku e ke gjitha strukturat, nuk ka një ish lojtar që di çfarë dënoi ka ky klub. Nuk e ka një gjë fare. Është marketingu, është menaxhimi, drejtuesit e dur, nuk ka pasur as vetëm një se morën një figurë. Hajde shkojmë nesër bashkë te Tirana, po nuk e bën dot as ti. Jo, ashtu se vetë nuk po them unë nuk po them. Unë nuk po them që e bëj. Unë nuk po them që e bëj. Unë e kuptoj që dhe pjesa e Ridit është ajo punë edhe Grendi që thua ti. Është goxha e vështirë. Nuk e diskutoj këtë pjesë. Nuk them që është kollaj. Nuk them që është kollaj që ti jesh lojtar të mirë. Nuk them që është kollaj që ti të nxjerrësh lekët nga bizneset e tua, nga familja jote, ti hedhësh te klubi vit për vit nga 1 milion, nga 1,5 milion euro. Është goxha e vështirë dhe të humbësh. Nuk e diskutoj që është vështirë. Ama
mua më vjen natë për këtë pjesë, se Ridi ka qenë brenda Tiranës të madhe, Tiranës suksesshme. Edhe nuk e kam kuptuar kur si mund ndroi robi pam Brenda 2-3 viteve. brenda 2-3 viteve të Nuk ka stabiliteti. Vino, vazhdojmë me ideja gjithmonë është që ti vëlla, do të harxhosh lekun, nuk diskutohet. Por ama gjej dikën të zgjuar që ti harxhoj ato lekët tek njerëzit e duhur. Se edhe në kohën tonë i ka harxhuar Ridi lekët. Nuk e se ka harxhuar. Mbase edhe më shumë se sa kaq. Ka harxhuar asa më pak çfarë si ka. Ka fituar më pak po. Po lekët duhet të harxhosh gjithmonë. Puna është që ti të dish ku ti japësh lekët, se gjithmonë ideja e këtyre është që fal se po e zgjasë gjë, po. Gjithë ideja e këtyre është shiko, unë po i paguaj lekët dhe u bë detyra ime. Unë këtë detyrë kam jam president, i jep lekët i paguaj njerëzit dhe në rregull jam. Jo, nuk janë rregull. Ti duhet gjesh ata njerëzit e duhur që meritojnë ato lekë dhe ta japin feedback-un mbrapsht. Ti mund të marrësh një lojtar që është skarcë, si ato Georgiani që ti që i jep filmirë. Nosa pra shumë tash ti këta do thonë që pa 100.000 nuk të vinte Georgiani. Mos e merr Georgiani. Je Georgian tjetër, je shqiptar, je dikë tjetër që mund të marrë gjysmën e atij, po të pak rezultati, performanca aty në fushën e lojës është optimale. Ti mund të japësh një se Georgiani mund të jepë 200 edhe 500, po e Georgiani si të marrë 100, si të marrë 100, si të marrë 500, prap një performancë do kishte. Nuk do ndryshon në performanca. Apo jo. Do dëgjosh vinin tani se do të vëmë vështirësi, se kështu bilbilos mirë ti për sponsorë. Sa bilbilos se kalon pak out. Te Gjergji, që duket vetja si Manushi. Kujton se unë jam ajo shoqëruese. Jo për zotin, se je kurrë. Ajo shoqëruese vetëm ka përgatitur një intervistë që ky e quhet Bisordet, se është një anglisht. Peq parë që ta, for whom this bells ring the bell. For whom the bell toll. Aq për tepër do korrigjon. Ernest Hemingway. Tash e quhen Bisordet të intervistën, po unë më shumë për shqiproj për një çorb. Të drejtohet ty Rezart. Konjak apo whisky? Whisky. Lushi apo fier? Lushi. Shalqi apo pjepër? Shalqi. Kombëtare shqiptare apo e Kosovës? Për kjo varet për çfarë, për ndjenjë, apo për performancë. Ndjenjë është. Për ndjenjë. Si ndjesi futbollistike se për shembull. Po sigurisht kombëtare shqiptare. Shumë mirë. Kos apo dhap? Kos. Kos. Hangover para apo pas ndeshjes? Hangover pas ndeshjes. Prit pak këtu. Keni pirë para ndeshjes? Të vërtetë, një natë para ndeshjes. Vetëm një herë më ka ndodhur. Një natë para ndeshjes. Një natë para ndeshjes, edhe performanca ishte zhgënjyse dhe që atëherë nuk kam vënë. Ishte zhgënjyse. Shumë zhgënjyse. Se shkëmbi më thoshte që kur pinë herë para ndeshjes, që jap 2 fish xhiro, mezi montohen pastaj, se shmontohen varet. Edhe kur nuk kam pirë pastaj përpara ndeshjes asnjëherë. 4 orë stërvitje në fush apo 4 orë në kazino? Unë kazino s'kam rritur kur. Jo, kazino s'ka qenë. Nuk e di fare se njoh dera. Se ma ke vënë këtë pyetje. Jo, më çet GPT-ja. Për zotë, jo më çet GPT. Nuk kam hyrë kur. As për ta parë. Pa, 4 orë papa apo 4 orë servitje. Ha, pra sa bëu 4 orë. 4 orë papa, 4 orë servitje, pastaj varet se servitja duhet. Jo, prit se kjo, edhe kjo ka diçka që të shkosh 4 orë në pap, duhet të shkosh 4 orë përpara servitjes. Është vërtet. Që të japësh mundësi vetes, marrësh punën tua dhe pastaj fitosh në fushë dhe pastaj harxhoj ato 4 orë në pap sa duhesh, ose 8 në pap, nuk ka rëndësi. Po 4 orë që përpara servitjes duhet. Gjin apo vodka? Kur ka qenë më i ri preferoja vodkën, por tash e kam kthyer, jam të gjin. Bjonde apo brune? Apo si thoshte Berlusconi, e mirë është ai që ta jep. Si thoshte Berlusconi. Basta che te lo dia. Si mund të dalësh kundër Berlusconit? Me elokvencën tënde Dabi, vjen dhe pyetja roman apo poezi? Kush pëlqen? Roman. Tavull apo peskaç? Tavull ka qenë shumë i dobët edhe peskaç nuk kam qenë ndonjëherë, do të thonë nuk kam qenë ndonjëherë tek to, do të thonë kam qenë i fortë. Porsche apo Ferrari apo Astekosja? Astekosja, do të thonë janë cilësi do të thonë më tepër për Forestrat. Unë jam tek Forestrat, tek një Audi, për shembull, komode. Kalot elektrike si ishin keq. Kemi shajtë për Muka apo Jupi? Muka. Hygerta Sako apo Vilma Masha? Vilma Masha. Koka apo pila?
Kokapil. Shumë përgjë kokapil, ata pritet ai kështu po thot. E mbyllim? Mirë shkoj. Ishte kënaqësi që ju kishte ashtu. Edhe imi gjithashtu. Ishim me ne kaluar te procesi sportiv bashkë, u mërzit shumë. Busa është mërzit, e pash u mërzit shumë. Po, U mërzit se ftojnë aty, s'ka faj. Ke parasysh ti shko me mend. jo, ideja është që nëse të më fto dhe më lë që të shpjegoj një mendim që kam unë. Unë e kuptoj televizionin se si funksionon, e di, dal shpesh nëpër televizion. E kuptoj kohën televizive që duhet shpërndahet tek shumë veta, por më mirë është që ta bësh me pak atë. Prandaj podcastet sot janë shumë modë vesh. Të japësh mundësi që dikush të shprehë mendimin e vet kritik ose jo kritik. Në televizor njerëzit domethënë nuk flasin. Si quhet imazhojnë, si mund ta them, domethënë unë kur shkoj tek procesi sportiv apo te një studio tjetër, e gjithkohon duke menduar që kjo bluzë duke që kam veshur, ma kanë nxjerr barkun, çfarë mendoj se 90% e njerëzve të shohin pa zë. Në 10 veta, 7 pa zë, 3 të dëgjojmë vetëm mami të marrë vesh çaj të thonë, 2 të marrin vesh fare. Podcasti është pikur pikërisht për këtë gjë, për t'i kthyer vlerën bash bisedimin mes njerëzve. Se mbase me këtë bashkëpunësim mund ndihmojmë edhe njerëz tjerë që na kanë dëgjuar dhe të mbajnë një këshill. Harroje. Podcast faleminderit. Minutazhi, diskutimi këtu është pa ndonjë strukturë, është i lirshëm. Ne shpresojmë që këtë gjë që ke përjetuar ndryshe te procesi mos ta kesh. Jo, absolutisht. Jam ndjer shumë komod. Kristo jemi në borë sepse do ta marrim një ditë për gjithë ato shifrat se kishte shumë interesante. Ajo meriton një temë podcast vetë. I kishte shumë interesante. Përsëri është çiklar. Kam kohë tani. Okej, Kristi faleminderit. Faleminderit. Kristi është nga ata që është gazetar dhe mësues. Në vijim të bisedës që kishim një javë përpara që të bësh para vetëm me sportin është shumë e vështirë. Pa sigurt.